Çka do të shpalosim, tash janë 3 përgjime që i ka siguruar televizioni Dukagjini brenda bërimeve të veta, brenda organeve të sigurisë. Në së cilën prej tyre, protagonist është Hysri Selimi, i arrestuar i fundit për dyshimet e fundit për spionazh tek Via Serbe, pasardhëse e UDB-s, e kena specialitet. Ju e dini që televizioni Dukagjini e ka mbajtur tërkohën aktive këtë temë, duke shpalosur ekskluzivitete dhe duke trajtuar në vazhdimësi edhe në studio pikërisht këtë temë. Pa murko, po shpalosim incizimet. Por para se të dalim aty, përgjimi i parë, në këtë audio incizim të cilin do ta sillim para jush, dëgjohet biseda në mes të oficerit të BIA-s I.B dhe Hysri Selimit, ku oficeri BIA-s i tregon se si e ka kuptuar se agenti i tyre, Hysriu, gjendet në burg në Siri, dhe se si BIA i ka dërguar njerëzit e saj dhe ambasadorin sërb për të kuptuar se çfarë ka ndodhur me Hysriun. Biseda është realizuar në Serbi. Hysri Selimi është rekrutuar nga BIA që ta dërgoj në ISIS në Serbi, në Siri, dhe për nxitjen e radikalizmit fetar në Kosovë. E dëgjojmë përgjimin e parë. Bog vas sačuvao, brate. Ja sam imao, brate, neki, tako da ti kažem, ja sam imao jedan... Neki utisak, osjećaj sam imao da ćete da se vratite i da će da sve da bude kako treba. Života mi. Ti kažem iskreno, mnogo puta ja sam to želio, ja sam žalio. Ja sam slao našeg oficira, našeg ambasadora u Siriji. Da? Ja sam slao da se raspita za tebe. Razumeš? Što je rekao? Pa on mi je rekao da si živ. Normalno, oni imali informacije. Pa kako nisu imali informacije za tebe? Kako nisu imali informacije? Se kaže ponovno. Ja sam znao da si živ, znao sam da si u zatvoru. Ali nisam znao mnogo detalja. Para se të shkojmë të përgjimi i dytë, dua shikues të nderuar të ju informoj se këtu do të dëgjojmë bisedën, po ashtu mes oficerit të BIA-s serbe dhe Hysri Selimit, ku oficeri i I.B e këshillon se si duhet të ketë kujdes të jashtëzakonshme me sjelljet e tij në mjediset e targetuara, si dhe për një telefon të cilin Hysriu e ka marrë për komunikim vetëm me BIA-n serbe. Po ashtu kjo bisedë është realizuar në Serbi. E dëgjojmë. Ti samo treba da vodiš računa, znači da to ne bude očigledno, odnosno da ti vodiš računa o sebi i o svojim postupcima. U tom smislu, da vodiš računa ovo što smo pričali. Da li ovaj telefon nekad bio kod nekog uređaja? Nikad. To je jako. Što stoji moj džep, i kad Anjuš ne zna, kad se policija nazve da bere, samo ti znaš, i nisam dao uvijek, dete igraju, unuče uvijek, ali samo je ostavio, igraju malo. Da. Ne to pazi malo. To mora da se... Samo daj šansu. Daj to šansu, nikomu. Da se vodi računa, brate, to mi je to je jako. I kad dođe sestra, gosti, ja postavim jedno nešto posebno. E përgjimi i tretë është diçka tjetër. Në këtë përgjim,
që është realizuar po ashtu në Serbi, dëgjohet biseda mes oficerit BIES I.B dhe Hysri Selimit, ku flasin për Zeqeria Qazimin, imam i veçpallur, që ishte i arrestuar, i burgosur dhe më pas vuajtjes dënimit u liruar, që koordinon mesgjidet ilegale dhe fuqizimin e grupit të Zeqeria Qazimit. E dëgjojmë. Znači, može li da se kaže da je Zećina grupa sve jača i jača, da ima sve veći i veći broj ljudi, znači Kažem, tamo? veći od svih ljudi, od svih ljudi Zeće silni. Sad i posle zatvora je ima neki autoritet, ima... Nije neki što pomenjao mišljenje, da bi pomenjao ideologiju. Isti taj čovjek, samo sad pazi što govori, on zna da slušuje, da nekad prati. Hoćeš da kažeš da je malo taj Promenio, da. Retoriku, jes. Miqtë e emisioni Debat Plus, shikues të nderuar të televizionit Dugaqini, këto janë provat të siguruara nga burime brenda organeve të sigurisë. Sigurisht, për shkak të rëndësisë që e kanë dhe veprës për cilën dyshohet i dyshuari, pra të spionazhit, ne kemi vendosur t'i publikojmë. Natyrisht bazuar në ligjet që janë valide në Kosovë, deri në një vendim gjyqësor të formës prerë, i dyshuari prezumohet i pafajshëm, rregull të cilën e respekton edhe televizioni Dugaqini. Natyrisht të apostrofuarit e kanë të drejtën në reagimit dhe ne do ta publikojmë. Miq, ky është emisioni Debat Plus.